Asociacioni po mbetet një nga pikat më të ndjeshme mes Kosovës dhe Serbisë. Kërkesa e vazhdueshme nga Serbia që asociacioni të pranohet nga Kosova ka arritur të sjellë shpeshherë edhe reagime të mëdha. Së fundmi, presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić u takua ditë më parë në Beograd me të dërguarin e Bashkimit Evropian për dialogun Kosovë-Serbi, Peter Sorensen. Ai ripërsëriti se themelimi i asociacionit të komunave me shumicë serbe në Kosovë është parakusht për fillimin e një normalizimi thelbësor të marrëdhënieve. E në lidhje me këtë temë, në një prononcim për Bota Sot, ka folur eksperti austriak Günther Fehlinger. Ai fillimisht përgëzon Kosovën për njohje të re nga Kenia e më pas bën lidhshmërinë se kjo njohje tregon se Kosova mund të bëjë progres edhe pa asociacionin. Sipas tij, njohja e Kosovës nga Kenia turpëron 10 kombe europiane që nuk e kanë njohur Kosovën dhe e bën të qartë se kushtozimi i njohjes nga dialogu me zotërinë egzoloniale dhe shtypse gjenocidiale Serbin është thjesht e gabuar. Së pari më lejoi të përgëzoj Kosovën për njohjen e re nga Kenia. Kjo tregon se progresi është i mundur pa asociacionin. Kjo tregon se bota e lirë bashkohet me njohjen e Kosovës. Njohja e Kosovës nga Kenia turpëron 10 kombet europiane që nuk e kanë njohur Kosovën dhe e bën të qartë se kushtozimi i njohjes nga dialogu me zotërinë egzokoloniale dhe shtypse gjenocidiale Serbin është thjesht e gabuar. Përsëri nuk ka asnjë arsye të justifikueshme pse Kenia mund ta njohë Kosovën dhe Greqia jo. E njëjta gjë mund të thuhet edhe për Ukrainën, Moldavinë, Bosnjën, Serbinë, Shqipërin, Armeninë, Azerbajxhanin, Slovakinë dhe Rumaninë. Nuk ka asnjë arsye të thjeshtë pse Kenia mund të kuptojë politikën europiane dhe disa europianë të thjesht nuk munden, shpjegoi eksperti austriak. Sipas ekspertit, dialogu nuk ka rezultate, pasi Beogradi nuk ka asnjë pikë vullneti për marrëveshje. Sipas tij, përparimi në dialog mund të bëhet vetëm pas ndryshimeve të regjimit dhe rënies së Vučićit. Dialogu është gjithsesi një peshk i ngordur dhe me erë të keqe në ferr. Nuk ka asnjë pikë vullneti të mirë në Beograd dhe një dialog kërkon që dy palët të bisedojnë me vullnet të mirë. Përparimi në një situatë të tillë, siç përballemi me Beogradin, mund të ndodhë vetëm pas ndryshimit të regjimit dhe rënies së Vučićit ose shpërblimit të njëanshëm të palës së mirë, Kosovës dhe ndëshkimit të palës që e ka gabim Serbisë. Përderisa shpërblehet ngacmuesi Serbisë, përparimi është i pamundur, thot ai. Motej, ai shton se BE-ja duhet të trajtojë Kosovën si një kombë sovran, mirë po që vetëm mënyrë për përparim është integrimi i Kosovës në BE në vitin 2029 së bashku me Ukrainën dhe të gjithë Ballkanin. Vendosja e dialogut si kusht për njohjen e Kosovës e bën të pamundur përparimin dhe përforcon bllokadën dhe i jep Serbisë të drejtën e vetos ndaj Kosovës. Është koha që BE-ja ta trajtojë Kosovën si një kombë sovran dhe jo si një adoleshent të egër. E vetmja mënyrë për përparim është integrimi i Kosovës në BE në vitin 2029 së bashku me Ukrainën dhe të gjithë Ballkanin. Përveç Serbisë dhe izolimi i Serbisë derisa Serbia do vendosë të kthehet në perëndim dhe të kushtozojë anëtarësimin e Serbisë në BE me njohjen paraprakit të Kosovës. E kanë fjalën për mënyrat e largëta që mundet Kenia në mënyrë që Serbia të mund të njohë Kosovën dhe pasi të bëhet kjo, ka kuptim një dialog i vërtet ndërmjet fqinjeve të barabartë. Jo nuk ka. Ndaleni dialogun tani, përfundoi eksperti austriak Günther Fehlinger për Bota Sot.